Një ditë pas skandalit me sigurinë ushqimore, ku u zbulua se nga Brazili në Shqipëri kanë hyrë 7.9 ton mish pule me salmonel, policia shpalli në kërkim administratorin e kompanisë importuese AMG Food, Arben Goxha, 50 vjeç. Së bashku me të vëllan Mondi Goxha, i cili është vënë në hetim nga policia, 50 vjeçari Arben Goxha akuzohet se ka importuar ushqime të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve. Hetime ka nisur edhe për 3 inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Gëzim Hushi, Sada Lufta dhe Aldo Sinjari, të cilët sipas policisë kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar futjen në treg të filetove të pulës me salmonel. Ky operator nuk i kishte listat e gjurmëshmërisë të mbajtura sipas rregullit dhe patëm një problematikë e cila na e vështirësoi punën në mbledhjen mbrapsht të produktit në mënyrë të menjëhershme, por nëpërmjet bashkëpunimeve që ne patëm edhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, mundëm që të siguronim 154 faturat ku ishte shpërndar produkti. Produkti i ardhur nga Brazili është futur në vendin tonë përmes portit të Durrësit, ndërsa më 21 mars përgjigjet e analizave të kryera në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare kanë treguar se mishi është i kontaminuar me salmonel. Në pritje të përgjigjes së analizës, AKU tha se kompanisë AMG Food ishte kërkuar të ruante produktin në ambientet frigoriferike dhe të mos e tregtonte. Por në shkelje të ligjit, kompania e ka shqitur atë në biznese të nivelit të dytë dhe AKU ka bllokuar deri tani nga ngarkesa vetëm 4 ton mish me salmonel.